Të nderuar të praneshëm, mirë se vini në përvjetorin e 26 të rënjes së nxënësit të shkollës sonë, Islam Ramadan Kastroti, i cili u vra pamëshirshëm nga dora barbare serbe. Islami ishte vetëm 11 vjeç, por ndërronte lirinë ashtu si mijëra fëmijë të tjerë, dhe si ushtar ton të lavdishëm. Liria fitohet me gjak. Sot jemi të lirë dhe po ndërtojmë shtetin tonë duke nderuar sakrificën e të rënëve. Për nder të 26 vjetorit të rënjes së Islamit, për një fjalë rasti ftojmë drejtorin e shkollës sonë, zotrin mentor Gashi. Më pas, nxënësja Drenusha Kastrati do të na përcjell me një poezi kushtuar Islam Kastratit, ndërsa Grem Plakaj do të lexoj esin Sakrifica e të rënjeve. Përshëndetje për të gjithë, të nderuar familja e Islamit, të nderuar kryetari i komunës Dr. Badrufsi, kryetar veteran luftës së shqiptarë të Kosovës, familjar të dëshmorëve, dashur nxënës muslimanë, gjithë të pranishëm. Sot jemi në 26 vjetorin e rënjes të ish nxënësit të shkollës tonë, Islam Ramadan Kastrati, i cili u vra nga forcat serbe me 3 prill vitit 1999. Në kohën kur fshati ynë dhe gjithë regioni ynë po përballën me një ofenzivë tashpër nga ushtria dhe paramilitarët serb, nga granatimet e shumta që aty zhvillohen dhe luftimet që po zhvillohen në fshatin tonë. Islami nga një predh u godit nga një predh e artillerisë e armikut dhe ndroi jetë. I përjetshëm do të jetë gjithmonë kujtimi për Islamin dhe për gjithë ata që dhanë jetën për lirinë e Kosovës, që na sot jemi të lirë. Pranë kësaj pllake këtu çdo ditë kalojnë nxënësit e shkollës tonë, e nderojnë dhe respektojnë gjakun që është dhënë për lirinë e vendit tonë. Faleminderit, unë fjalën kryetar nëse dikush të familjarë. Islam Kastrati, në bankat e shkollës me ëndra me sy, me lapsin e dorë dhe zemrën plot dritë. Nxënësi i vogël, si prosh e si flak, synonte të prekte një botë më të mirë. Por fati i egër, si ire pa uzë. Janë dali huvin, ja prej uzën. Loti u derë mbi fletët e bardha, mësuesi e thilli, por serdi me mbrapa. Ku je Islam, se hesht e slet, se banka e zbraz atë që jënë të vret. Shukët të presin për kësi atë, një boshlot gjithka ka mbetur në sy. Pushoj qejt Islam, se dhe jo të ndjen e luja të flet. Në librat e jetës emri e të rën, një ingjëll i bardh mes ne i shetën. Islam Ramadan Kastrati. Islam Ramadan Kastrati lindi me 17 mars 1988 në fshatin e Kësë Drenasit. Si një fëmijë i rritur, ai ishte duke vijuar në klasën e 5 të shkollës fillore në fshatin e tij të lindjes, ku u dallua për përkushtimin dhe sjelljen e shkëlqyer në mësime dhe edukat. Tragjikisht, me 3 prill 1999, në moshën 11 vjeçe, gjatë një sulmi të forcave serbe në zonën e Kucit, Islam Ramadan Kastrati u vra nga një prill ndërsa po përpiqej që të strehuej në pyjet për rreth. Në përkujtim të Islamit dhe shumë të tjerëve si ai, që ishin viktimë të një lufte të pamëshirshme, por sakrifica dhe gjoku i tyre nuk shkoi hoq. Fal gjokut e derdhur të dëshmorëve, viktimat e luftës, Kosova sot është e lirë dhe e pavarur. Sot emri i tij, Islam Ramadan Kastrati, është i gdhendur në kujtesën kolektive të komunitetit të Nekovcit dhe më gjerë si simboli qëndresës dhe gjokut të tij të derdhur për krijimin e Kosovës së lirë. Përkujtimi i tij shërben si një kujtesë e vazhdueshme
për brezat e ashëm, mbi çmimin e lartë për të paguar për lirinë dhe rëndësinë e ruajtjes së paqes dhe drejtësisë. I letë që vdej i Kosovës lavdi. Përshëndes kretarin Rusi, zëvendëskretarin Shala, të gjithë bashkëtarët, përshëndes ushtarët e ushtrisë shqiptare Kosovës që janë këtu, veteranët, familjet e dëshmorëve të martirëve, heronjët, të cilët marrin pjesë në këtë përvjetar muj me thënë lavdis, sepse Islam Kastrati ra në grykën tonë, roj i tha. Kurse baboj i tia së ku ishte me fush ndu. Ramadan Kastrati, ushtari, ushtrisë qendrore të Kosovës, e në ofenzivën e parë Ramadanit i ra edhe vllau i drejtë. Kështu pra, nuk gjakatar e gjenocidalësë nuk të gjithë, sepse populli ynë, së pas historisë, prej i lirë e këndej, gjithmonë qëndroj heroikisht dhe gjithmonë derë dhe gjatë, mund të them shpesh luftë edhe me Evropë, sepse Evropë edhe atëherë kur të njëria në vete në romakët, e ndihmoj robokun që ta gjënjëzoj për momentin i lirisë, për nuk mundën për gjithmonë, sepse populli ynë ishte një popull i lashtë, me një traditë të lashtë, heroike, patriotike, vllazërore e të gjitha të tjera. Me një fjalë, edhe Islami, i cilin klasën e 5, atë ditë, si pas moshatarëve ti përbollej me dhënë një ndihmë edhe familjes edhe të tjerë. Po, ja që armiku gjakatar e dinte se një pjesë e popullatës do të ngjitej edhe në pronin e faktë, edhe në grykën e Vasit, edhe në gryka tjera, po një pjesë tjetër që ndronte pranë tyre dhe përbollej me ta. Si që dini, për kontributin e dhënë, edhe në luftën e ushtrisë kombëtare, edhe më herët, po edhe në dhënien e djalit Ramadani, edhe në vëllavë, si edhe vëllezër tonë dhe lavdi u qoftë edhe një herë të gjithëve që dhanë kontributin të burimet e tyre. Faleminderit. Unë ju përshëndes mas pari familjen Ramadan, ju bashkëftator të na pëthojnë për çdo herë tjeta të gjohë, aja që na mon fort është se na nuk po i harrojmë, edhe kjo është aja që e përmeni djalli është liria që i kemi paguar, me thonë, sa ti kujtojmë të breza, derisa nuk i qojmë para gjyqit gjithë ata që i kanë bërë këto krime ndaj fëmijëve, grave, pleqve, ndaj familjeve tona, në radhë do të më po kujtimi do të me mojt edhe do të me mojt lartë. Të që kjo është çmimi i lirisë, prandaj edhe Islami, po edhe shumë fëmijë tjerë në komunën tonë, në këtë Kosovën, që kanë ra janë çmim i lirisë, prandaj e kemi këtë liri cilën do të me ru edhe do të me që përbora. I përjetshëm kujtimi, ta kujtoni gjithmonë krenar, që ta propa edhe me migjen e juve, edhe me lavën e Ramadanit, edhe me nipjen e dëshmorit në këtë rast, lavët Ramadanit e shtimerat. Përjetshëm kujtimi. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen që keni marrë pjesë në këtë përvjetor të 26 për Islam Kastratin e inshallah me të mirë vjen. Lavdi dëshmorëve të kombit dhe të gjithë të rënëve për liri. Faleminderit për pjesëmarrjen.